Kemi ndodhe urime në trofeon, lojtari ndeshjes të grupuat maksimalisht nga ndeshjet, por edhe tek goli gjithmonë. Po, jam i lumtur për këtë trofe, për pak i zhgënjur me rezultatin të ndeshjes sepse meritu më shumë, po kjo është futbolli, do ta pranojmë. I bën me të gjithë mërzitët të fundit të ndeshjes, do të dështohen me arbitrin. Po, ishin disa episode si aksioni me Klinti Çakën që arbitri ndaloi, unë shënova gol, por ti s'mund ta ndalosh aksionin pa mbaruar, vetëm për këtë aty po e bëj mendjen gjithë dhe jemi pak mërzitën për atë rast, sepse mund shkonte loja 2-0. Morit shumë vlerësime dhe kur golit nga fusha lojës nga tifozëria në stadium. Ka detyra eme që më asistu ose më bë gol kur hyn fushën e lojës, ndjehemi lumtur deri diku. Ky barazim në transfer duhet të konsiderohet pozitiv. Pavarësisht se ishin ndërmarrë deri në shtesë. Ne hyjmë që me fitu që me shku pak ma qelë Shkodër, por tani gjithçka është e hapur. Do ishte e hapur edhe 1-0, por prapë se prapë ne do shkojmë Shkodër që të fitojmë ndeshjen. Dhe për ne s'ka ndonjë problem, edhe sikur të humbim sot. Ndeshje, por edhe finalen i shprehur në kohën e fronte. Po patjetër do arrijmë që të fitojmë kampionatin dhe kupën. Faleminderit.